Përshëndetje të dashur, po ritakohemi sërish kësaj radhe në një pasdite të këndshme. Shpresoj që kjo ditë të ketë nisur dhe po vazhdon të jetë e këndshme dhe e bukur për gjithë ju, dhe të keni mbaruar gjitha ato planet apo t'ju ketë ecur dita ashtu siç të keni dëshiruar. Neve po e nisëm këtë rrugtim të ri së bashku, emisionin e ri tashmë Klani Editor. Domethënë do kemi aktualitet, showbiz, tematika të ndryshme, mysafir nga fusha të ndryshme, sfera të ndryshme të jetës, domethënë e shumë materiale për të prezentuar, domethënë për ju dhe gjithmonë duke e shijuar këtë udhëtim së bashku me ju. Dhe sot si mysafir, domethënë, të parë për këtë emision, këtë rrugtim special që do nisim së bashku, kemi dizajnerën Blerina Klokoqi-Rugova, e cila lidhet me ne përmes platformave tona online. Përshëndetje Blerina, kënaqësi të kemë sot në emision. Përshëndetje shumë e dashur. Blerina, ju, domethënë, rishtazi, domethënë, neve veç u takuam dhe mbrëm, kaluam shumë këndshëm në fakt, ishte dhe prezantimi i koleksionit të ri, i Bukuri, i cili vjen si partner i së Bukurës. Do doja dija pak inspirimin prapa dy koleksioneve, qoftë së Bukurës, po dhe të Bukurit tashmë. Në fakt është në brandin Bukur, deri tash kemi dizajnuar vetëm për femra. E kemi pas një linjë shumë të vogël, ndoshta më thonë për disa veshjeve, që e kemi dedikuar edhe për mashkuj. Po ka qenë unisex, do të edhe mashkujt dhe femrat e kanë vesh. Para një vjetëve, në intervistën time të parë ose dytë, nuk më kujtohet, kur më kam pyet çka ka më qenë prioritet për ty, kam thonë që ka më qenë linja e veshjeve të mashkujve. Në atë kohë, më ka dukë sikur një ëndër që ti është shumë e paralizueshme, tu pas parasysh vetëm kisha hi rrugën e linjës femrave, edhe desha që do t'jetë një api sfida më të mëdha e jetës time, se për e dini vetë që me pas punë me femra shumë është shumë e vështirë se jena shumë të pakënaqura, si gjini jena shumë të pakënaqura. Jo shumë e gjanë, jo shumë e ngushtë, jo shumë e vogël, jo shumë e shkurtë, do thotë kur si na të kënaqura me ato që e kemi. Kështu që e poshtë rrugës, prej kërkesave të klientave që e patëm, me hapë edhe linjën e veshjeve të mashkujve. Kështu të dyat, edhe e Bukra, edhe i Bukri, janë pjesë e brandit ton. E kemi qyt i bukur që ti është mja dhon edhe një ndet djemve, po më një pak e s'ma të veçantë, edhe ma ndryshe. Po, më thënë, këto koleksione mbajnë çdo artikull veshësh, nga çorapet deri si që ke cekur dhe vetë, domethënë këto veshje solemne, elegante, apo gjaketa, domethënë përmbajnë gjithçka. Ky është edhe synimi, apo jo? Në fakt e kemi prej mëngjesit kur del me vrapu, që i veshë rapat dhe veshë sportive, e deri në darsën kur shkojnë për martesë që i veshë solem, do të gjithë çka përmban në koleksionin Bukur. Bukur është brendi i parë në rajon që i ndërthur të gjitha me një vend. Do të thotë prej veshjeve sportive deri te elegantet, do të thotë me aksesor komplet. Deri tash vetëm çantat që kemi pas dhe këpucat, që shpresoj edhe ato të kemi shumë shpejt, në të kundërt të gjitha i kemi pjesë të brandit Bukur. Do thotë nëse vjen i qeft por në brandin Bukur, tash e tutje mundet mu vesh edhe vajza edhe mashkullin krejt komplet. Do thotë prej çorapa e deri te kapuçin. Krejt komplet. Me pata, me jakne, me setra, me pantolla, me fustana, me krejt llojet e veshjeve janë. Edhe është prodhim vendor, është e mira. Me të vërtetë, le të vinë them çiftet për nesër, pasi është dhe Shën Valentini, kështu që mund të bëjmë pak shopping bashk. Po në fakt e kemi bërë një ofertë shumë interesant, ku e kemi nda BB-n bashk, është një ofertë që e kemi bërë vetëm për nesër, ku është 1+1, edhe shfrytëzoj rastin që ti je kushdo që është i dashuruar, ose jo vetëm femra me mashkullin, po krejt llojet e dashnisë dhe nana me çike dhe djali me bab komplet kush dën me pas një lloj maicës saj, është tepër e bukur, është tepër ndryshe. Le ta shikojnë në Bukur World, është një mundësi tepër e mirë që me pas kualitetin e mirë, cilësinë e mirë me një kosto shumë të arsyeshme. Shumë mirë, një ofertë, një ditë që pse jo të shfrytëzohet, besoj do kalonin këndshëm. Një rrugtim i këndshëm së bashku, tamam e bukur dhe i bukur si quhet dhe koleksioni. Përmende çanta. Na kemi nis këtu temë, kështu që hala do kesh shumë sfida. Vetëm sa kemi nis, hala nuk po dina
jemi në Natanien që thjesht vetëm sa I ka marrë ato hovet, valët kur na çojnë, dolgat e detit hala se dim. E urojmë të ecë vetëm mbarë, të ketë vetëm sukses. Përmende çantat pak më herët, do kemi risi, domethënë do na sillni dhe çanta, do kemi diçka të re nga kjo? Na në fakt e kemi pasur si prioritete, me qenë se kemi bërë dhe rypat e kemi lëkur 100%, edhe janë të punu me njëjtë sikur këtë brendet e famshëm botërore, do të kualiteti është tepër I mirë. E kemi pat nevojshme që thjesht mbas rypave me dalë edhe me çantat. Çantat normalisht do të jenë shumë klasike edhe bukura, edhe normalisht që funksionale, qysh na kërkojnë na femnat. Kjo do të jetë hapi I dytë për këtë vit. Qërapa. Edhe qërapat I kena qysh e dini, deri tash të kena pas të mashkujve, tash I kena edhe të mashkujve, kështu që gjithçka tjetër do të vjen gradualisht. Të pa të bu, që që thëmë në një fjallë popullore. Por ideja për të bukurin, domethënë nevojë le të themi më shumë, domethënë hapësirën tonë sa I përket modës, sepse nuk është se kemi shumë linja meshkujsh dhe është ndoshta kemi edhe kërkesë në treg. Po na, çdo shtet e ka edhe brendin e vet që I përshtatet mentalitetit të popullit vet. Do të thotë na jemi kënë të vetmit, ndoshta me thonë që nuk kena pas një brend që I përshtatet formave të trupit, do të thotë të cilit popull, do të thotë. Na kur I kemi bukur, kemi hulumtu shumë, e kemi pas një agjencion që u marrë me, do të thotë komplet një përshtat, se jo gjitha masat e trupit janë të përshtatshme, do të thotë për çka veshet në vendet evropiane të na nuk veshet. Do të thotë për masat e trupit janë ndryshe, për shembull në Nazi janë shumë më të shkurtë dhe më të dobët, në Skandinavi janë më të gjatë, kështu që do të më përshtat pagës edhe trupit edhe masave, konstruktit të popullit tonë. Na kemi shku me brendin bukur që thjesht kemi përshtat çdo kërkesë që kemi pas për 16 vjet, 17 vjet që unë kom qenë me BKR, do të thotë kërkesa më e madhe ka qenë pse nuk pëlqejnë linjët veshjeve për çdo ditë, të pas parasysh që punëtorët e mi, veshjet e mia gjithmonë I kanë punu vet. Do të thotë çdo veshje, çdo prezantim që unë kom dalë në publik kanë qenë prej BKR-s. Po në atë kohë koston kanë qenë shumë e lartë për arsye që kemi pas shumë sasi shumë të limitume. Ndërsa tash sasi kemi më shumë dhe çmimi është më I arsyeshëm. Edhe kjo është ka qenë një arsyeve që thjesht kemi filluar dhe brendin bukur, për kërkesave të njerëzve. Besoj që ka qenë domosdoshme me pas një brand vendor me një emën kaq të pastër edhe është bukur, që është fjala shqipe bukur. Pikë, sepse gjithë secili meriton të ndijë dhe të duket bukur. Dhe më vjen mirë që brendi juaj që bukur është ndjen. Vjen mirë që brendi po ashtu është fokusuar të gjithë përfshirja, domethënë përfshim gjatësinë, gjithçka domethënë sa I përket masës, kujdeseni që të mos dihet askush ndoshta I lën anash apo I lën jashtë. E kemi po me standard të po më në anë Kosovë, standardin e femnave kemi 1.69 deri 1.72. Do të thotë shumica e femnave, ndoshta më thonë shumica, apo një numër I madh I përshindjes janë qatë mos. Kështu që kemi përshtat ati rregulle dhe kemi bu tabelat e masave të I përshtat njerëzve tonë, do të thotë klientave tonë. E kemi marrë trupin tamam adekuat që është do thotë që I përshtatet masave dhe kemi shku krejt në hap mbas hapi. Edhe do të kemi fillu me masat, mandena kemi dhirë patronat, mandena kemi bo prototipat, e kemi bo prototipin e parë, dytin, derisa na ka pëlqy, mandena kemi fillu në seri. Do të ka qenë hap mbas hapi. Rrugëtimi I të bukurës dhe të bukurit, ku do na çojë? Kemi ide për bashkëpunim, oferta, qoftë në vend, rajon apo në sferën ndërkombëtare? Tash do të është brand bukur I bukri
që ta shpeshujnë ai bukri, vetëm sa ka dalë. Kështu që pagës me tregu drejtë dashur kisha dash vish pagës me pushu me mujt një javë me qenë pak e qetë për me mendu që me pun tashmën. Kemi tash kemi edhe një bashkëpunim tjetër që kemi bu me një për personaliteteve fytyrave publike që thjesht kemi pas edhe imazh të brandit. Kemi një linjë speciale që do ta punojmë, ndërsa për momentin krejt çka kemi fokusuar që thjesht klientat e linjës të mashkullve me qenë të kënaqur. Do të kemi sfidu veten edhe në këtë pikë, tu i falenderu publikisht, du me falenderu Lombardit që i ka vesh shumë veshjet tona çdo ditë, edhe na kemi mujt me pa që veshjet nuk po hopin as formë, as model, as ngjyrë, as kurrë dhe përrim perfekt edhe kur veshin çdo ditë. Se na femrat pak jena ma skeptike në çka dojna, edhe nuk e vesh me tjetën veshje brenda një javës 3-4 herë. Ai do të çash shumë e ka vesh dhe çash shumë ka qenë komod. Në ato veshje sa që na ka shtyr edhe patjetër që me qitë edhe linjën e mashkujve pak ma ndryshe, ma urbane, se kemi pas pak ma klasike. Kemi kërkesë të shumë. Unë dëgjova edhe më brëm, gjersa ishim domethënë tek prezantimi i koleksionit të ri, kishte shumë kërkesë për linja meshkush, domethënë ka nevojë dhe dua të di po ashtu se si u prit prezantimi mbrëmshëm, u realizuan ato pritshmëritë tua, u tregua interes ashtu siç e pritje, siç doje, si doli domethënë rezultati i gjithë kësaj pune të lodhshme. Në fakt ka të kalu komplet pritshmëritë e mia. Na zakonisht kur e kemi në prezantim të brandit ose të linjës ose të punës, pohemi imun ndaj të bukurës, ndaj të mirës, ndaj gjithë shkafi që kanë rrethën. Edhe me kalimin e kohës do të ti çaq shumë do të bosh imun sa që nuk duket më kurrë interesant. Edhe impakti i njerëzve me brandin edhe me produktin është ajo mandina që thjesht njëve na hap sytë dhe na thotë që e vish pagës për një me ka tepër perfekt. Këto ka tepër bukur. Edhe momenti do të kur klienti e merr dhe thotë ku ka më mirë se sa me ton klienti ku gjë nuk ka dallim për veshjeve që i kom firmave të brandeve botërore, jashtë i kom vles ka dallim për çdo produkti jon. Do thotë ajo është një prej komplimenteve dhe sidomos kur thonë s'ka më bukur sa më vesh shep, më vesh bukur. Dhe çysh do thonë ta jep një farë ndihesh krenare me punën dhe veprën tënde. Edhe pse ka qenë shumë sfiduese se ti je femër në biznes, është pagës problem, normalisht na kemi pasur linjën fustanave, tash kur kemi dalë linjën e veshjeve për çdo ditë është komplet ndryshe mënyra e punës, funksionimit, do të thotë është krejt ndryshe prej asaj që kemi bërë deri tash. Na ka marrë shumë kohë, por nuk jam pishman. Nuk jam pishman asnjë moment. Edhe pse do të thotë vetëmi person që thjesht ndina fajtore pagës ose ndina keq, është mendimi bashkëshorti jam se ai do të thotë që 2 vjet gruse ka se shtëpia. Se ton kom vesh pum, do të në mëngjesi deri në rami vesh punë edhe pagës nga hup edhe do me thonë është edhe ai koncentrimi në shpreh tu fokusu ton kohën në punë. 24/7. Udhëtimet, prodhimet, sidomos atë prodhimet më të rënda kemi ato të sezonave kur do të komplet mundur koleksioni, ku është tepër e rëndë. E po tash mund t'i thuash, bashkëshortit pas gjithë kësaj mungesa apo pune të lodhshme, ja ke një koleksion ku mund të referosh, dhuratë të bukurin. Djeja bërsha mendim zgjellë çka po dënë thësha për krejt komplet emisionet i kitë kryme tash e tutje. Do të po të shpërblet durimi që ke pas. Blerin, mendojnë që do vazhdosh edhe tutje me linë meshkujsh? Po, linjën e mashkëve do të besoj që paralelisht do ta ndjekim sikur edhe linjën e femrave. Tash në momentin i kemi dikon 47 lloje të këmishave të mashkujve, e kemi dikon 36 setrave edhe 12 pantollave të momentit, edhe kemi dikon 18 qerapa nëse s'gaboj. Do thotë modelet ndryshme të mashkujve, do thotë që janë deri në koleksionin e verës. I kemi edhe capsule collection, do të qenë koleksionet vogla që i shtim në kohë pas kohe, edhe aty jemi duke punu. Koleksioni është bagi shumë i gjonë. Kemi, ndoshta me thonë, në punim e sipër edhe dikun 80-90 modele tjera. Nuk besoj që do të ndalmi. Në paralelisht edhe për femra dhe për mashkull do të jemi fabrik. Me patjetër, neve vetëm mirë na vjen dhe me padyshim me sa pash dhe mbrëm, publiku e kërkon dhe e dëshiron shumë.
Unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua, uroj ta kesh atë javën së parë që kërkon pushim, të relaksohesh pak, ta marrësh veten dhe të rikthehesh sërish fuqishëm siç bëre edhe me koleksionin i Bukuri dhe në shumë koleksione të tjera, dhe mirë shpresoj të ritakohemi sa më shpejt dhe mirë u takofshim. Faleminderit shumë e dashur, dhe juve suksese edhe punë të mbarë. Faleminderit shumë, kalosh mirë. Atëherë të dashur, pas një bisede kaq këndshme dhe shumë kreative do thoja, le ta ndjekim një material sa i përket koleksionit që sapo folëm, do thonë i Bukuri nga dizajneria Blerina Klokoqi Rugova. Çfarë ju ranë sy më shumë, apo çfarë ju bëri përshtypje më shumë te koleksioni? Realisht është koleksion interesant, është një farë gëshëtimi urban, ceremonial, oriental, diçka edhe me elemente kombëtare, diçka interesante është, se ti po pëlqen shumë, pëlqen domethënë tash një bën një vjet prej që është shtukja linja re e veshjeve për moshkujt tash, domethënë prej e bukur në i bukur. Kjo më pëlqen shumë. Mendoj tash një veç është përcaktu pak është një lloj trendi i ri, cilën shumë mirë ka gjetë sa të shije Blerina Klokoqi Rugova BKR bukur. Ajo ka një shije shumë veçantë, është pëlqyer zakonisht shumë, ne kena pa edhe përmes lumit si një promoter shumë i mirë i brandit në Big Brother, është pëlqyer zakonisht shumë, ka pas feedback shumë mirë për njerëzve. Tashti normalisht edhe neve paka shumë na ka imponuar ashta thonë ashtu pakës me e pa një lloj shije ndryshe që realisht ka rezultuar shumë e pëlqyeshme. Për shokët mi punshuin, për vesin, qysh janë, na ka diçka tjetër ku po vinë ose në normal për shohin që për ka dhe variatete tjera, kështu që ju bëj thirrje krejtëve, kurse që është interesant, po diçka pak më ndryshe, më interesant, hajde të mua. Mendon se kemi më shumë nevojë për më shumë linjë veshësh për meshkuj? Patjetër që po, meshkujt janë realisht pak ta na shkaluan pjesa e modës tek ne po flas, ka nevojë pak më shumë me diversifikum, me rrit pak konkurrencën, me dhon pak ngjyra tjera, sepse në përbot janë në përhapa komplet tjerë. Tash po i shohim disa botike kështu që janë që funksionojnë në të gjithë botën, apo tani po e bin domethënë ndoshta një frym tre, po stilistat në përbot domethënë nuk janë të koncentruar vetëm te femrat, po te gratë, po janë edhe te burrat. Kështu që realisht kjo është një diçka e mirë, edhe mendoj se duhet më çdo ditë më shumë që me rrit ndoshta atë kreativitetin edhe për linjen e modës për djem. Domethënë me pru një linjë tre, me pru një shije tre, edhe me njek trendet, me ofru trendet e ndryshme edhe për djem, jo vetëm për vajza. Çfarë ju tërhoqe më shumë te koleksioni, domethënë, apo diçka që një risi në treg, një ndryshim që na u ka dosh neve moti në Prishtinë në Kosovë. Blerina njihet shumë moti për koleksionet e femrave më shumë, edhe na që jemi njerëz të afër saj kemi kërkuar gjithmonë veshje për meshkuj, diçka kontemporane, moderne, edhe brendi bukur na i ka plotësuar krejt nevojat që i kena pas deri tash. Unë jam klient qysh më herët prej brendit bukur me veshjet e Blerinës, po koleksioni më i ri ka shumë fantastik, edhe mend si po pres një 2-3 sene më marr si shpejtë. po pritje me padurim, është kishte. Po, patjetër se është një farë vibe, është një farë shije në vetë, është diçka për një mend ndryshe. E kanë edhe si moto, po është ndryshe edhe ka dhënë shumë me shije, me dizajne, me stile unike, edhe për meshkuj. Mendoni se do ketë të interesuar apo pak të shihni interesim tek meshkujt, domethënë që vinin të tashin
Po patëm shumë interesim. Paka shumë e kom pa edhe e kom përcjell edhe gjatë reklamimit, po pata që me pa përse afërmi qysh edhe qysh duken materialet e gjithçka po m'pëlqen fantastike. Atëherë Blerin, jemi të një vjetari i së bukurës, a? Domethënë një linjë vendore. Ju ka bashkangjit edhe i bukur. Edhe i bukur tashmë. Si ju bashkangjit? Kishte nevojë e bukura për një partner apo? Gjithmonë, si Adami me Evën, kështu që patjetër që do edhe më bashkangjit edhe i bukur. Patjetër. Cilat janë veçoritë do thoje, domethënë të koleksionit tashmë të së bukurit? Në fakt kemi punuar me materiale që kemi ndarë për koleksionin pranverë, një lloj materialeve që është shumë i përshtatshëm për mashkuj. Është më ndryshe koleksioni, do të thotë është unik shumë, edhe është ndërthurur me krejt për këtë moshat. Do të thotë prej moshës adoleshencë deri te mosha më e shtyme. E bukura përfshin çdo artikull veshje, ë? Prodhim vendor që përfshin çdo artikull. Prej çorapave deri te fustana selam, edhe te poltat. E bën të njëjtën gjë dhe i bukurit, domethënë përfshin çdo gjë ku ashtu? Në fakt që tash sot i vesh çораpat e mashkujve, nëse i ngrehe jam ra del që do të shumë kombinim i bukur. Se kjo është e vetmja kombinim që më shkojë, kështu që ka prej çorapave deri te jaknet për koleksionin e dimrit. Domethënë prejmë detektiv që i bukuri e kombinon të bukurën, a? Gjithçka, do të thotë gjithçka. Nuk mundesh me fillu një brand nëse nuk i krejt komplet, nëse nuk mundet dikush më personi që vjen edhe hyn në bukur, do thotë do të më kombinu prej çorapave deri te setra dhe pata. Do thotë gjithçka që mund një dukje perfekte duhet ta kemi këtu. Kështu që na kemi shkuar në çat në mënyrë. Kemi trendsetters për qoftë tek e bukur apo tek i bukuri, domethënë qoftë në vend, në rajon apo në fakt ka qenë pak sfiduese për neve. Edhe gjithçka që është për herë të parë është më vështirë. E din edhe vetë. Kështu që rrugtimin që kemi kaluar për të bukurën, shpresoj që për të bukurën ta shkojna me 5 hapa më përpara. për të bukurin. Për të bukurin, se e kemi kalu të kemi rënë në për batica që kemi pas për të bukurin. Për femna është shumë më vështirë me punu se sa për mashkuj, për mashkuj është shumë më lehtë, do të keq çka po të kërkojnë rrezikisht a ka SML. Ndërsa te femnat e kemi problem, mos ka rastisht ngjyrë të kuqe, mos ka ngjyrë pembe, mos është ngjyra e gjelbër, do të thotë a ka S, jo XS, jo gjatësia e pantolla, kështu që për të mashkuj kemi shumë gjatë. Edhe shumë shpesh më ka hyrë dhe mendja që thjesht ndoshta vish kur të shihni, vish të bukurin. Po për ty, kujtimet ose domethënë gjërat më të bukura apo veçoritë më të bukura që t'i ofroj si e bukura si i bukurit, cilat janë si dizajnore, si dizainatore? Në fakt, më tregu drejt, shumë natë pa gjumë, shumë sfida, shumë udhëtime, edhe shumë kujtime që shpresoj në 2025 të nuk kemi pas. Nuk kemi pas. Do të rrugtimet që i kom pas gjatë periudhës tash një vjet kanë qenë shumë sfiduese. Duke pas faktin që ti je femër në biznes, është pagës e rëndë. Ti je edhe dizajnere, edhe kreatore, edhe menaxhere, edhe financuse, është shumë dhe të herë ma e rëndë se sot. Do të bjen që mu në tavolinë me prezentu brandin, grunë e suksesshme, nanën, grunë e fort, krejt me një, all in one. Vërtet. Pritet shumë zakonisht nga femra, pritet të shkëlqesh në gjitha këto role. Është thash edhe më herët do të thotë shumë ma lehtë neve na më na drejtu gishte. Për gjithçka na drejtu shumë ma lehtë. Se sa te mashkujve. Nëse është ndonjë problem ose çka do që ka, neve shumë ma lehtojnë s'ke mujt, s'ke ditë, ke dështu, s'ke mujt me menaxhu. Do të thotë shumë ma lehtë më na drejtu gishte, drejtu gishte. Edhe unë shpresoj që nëpërmjet bukurës kam arritë që mi tregu që na mujna mi dalë. Edhe me ato net pa gjumë që tash, edhe me ato sfidat, edhe me ato peripetit që këm ka e lu, prap nuk jam pishman. Prap e kësha njësat njerë për fillimit. Se të në kohën e kom, mote brandit bukur është ndjenë. është ndjenë që jo që të kush mund të me pasë. Po sa është sfiduese të kesh po ashtu një brand që është 90% vendore?
Kosto shumë e lartë, se kur sasia e vogël, çmimi është shumë e lartë. Se po të kishim pas sasinë shumë të madhe, se na kemi shkuar në gjithmonë cilësi edhe jo në sasi. Edhe çaja ka qenë sfida jonë më e madhe, që të jemi të sinqert, prodhimet vendore janë më shtrejta se sa prodhimet e huaja. Kështu që na kemi shkuar gjithmonë që cilësinë me pas shumë të mirë. Shpresoj që ja kemi dalë. Kështu që për sasi kismet në tarmën. Po ja, mja e bukurës dhe së bukurit, cila I bukur I bukur. Me kurrëzu. Ku ka ma mirë se sa me kurrëzu edhe me koreksionin e fëmijëve. Aja është në tarmën, njëherë jo. Njëherë kemi prioritet që t'jesh linja bukur të del jashtë kufejve, po mendoj, linja bukur ka dalë jashtë kufejve nëpërmjet shqiptarëve që jetojnë jashtë, po na e kemi shumë rëndësi që edhe të hujt t'jesht me pa brendin dhe me ditë çka është që do të muna me afru cilësinë shumë të mirë, me një çmim shumë më të arsyeshme. Kemi bisedimën? Po, në fakt kemi pas 2 oferta, po I kemi refuzu për arsye që na po duhen atjesht kuri Iran peshon vendin e vet. Kështu që na të forcohemi këtu, mandej dalim jashtë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë për juve. Uroj vetëm sukses. Ku ka më mirë se sa me pas një bashkim etnik se sa klanish Maqedonisë marrën në Kosovë me bëj intervistën. Ku ka më mirë? Falenderoj shumë. Falenderoj për juve.